A e dini se një perandori e tërë është fshirë nga historia? Dikur, mund të hapni çdo hartë nga vitet 1500 deri në vitet 1800 dhe të gjenit një territor masiv të etiketuar Tartaria ose Grand Tartari. Kjo nuk ishte ndonjë mbretëri e vogël, po flasim për një perandori që shtrihej nga Europa lindore nëpër Azi. Por papritmas, Grand Tartari u zhduk pa gjurmë. Çfarë ndodhi me qytetërimin dikur të madhërisëm? A u zhdukën natyrshëm? Apo ka më shumë pas këtij zhdukjeje të papritur? Do ta zbulojmë së bashku në këtë episod të ri të Secret Origins. Mirë se vini. Para se të zhytemi në teori, le të fillojmë me provën më të pamohueshme nga të gjitha, hartat. Hidhini një shikim hartave nga vitet 1500 deri në 1800. Për më shumë se 3 shekuj, kartografët europian treguan një rajon të gjerë të quajtur Tartaria ose Grand Tartari. Këto nuk ishin skica të papërsosura apo harta fantazie. Një shikim i vetëm dhe do të shihni perandorin që dominonte zona të mëdha të Azis. Duke u shtrirë nga deti Kaspik deri në Oqeanin Paqësor dhe nga Siberia poshtë në Azinë qendrore, disa harta madje pregojnë Tartaria e pavarur, Tartaria Kineze dhe Tartaria Ruse. Kjo sugjeron jo vetëm një rajon, por territore të shumta tartariane. Por ja ku qëndron çështja. Si mund të zhduket një masë toksore kaq e madhe? Kështu. Nëse ende pyesni veten nëse perandoria ka ekzistuar, duhet ta shihni këtë. Hartat e kombeve të ndryshme europiane tregojnë përshkrime të qëndrueshme të territoreve tartariane. Hartat franceze, hartat holandeze, hartat gjermane, i emërtoni ju. Të gjitha bien dakord ku ndodhej Tartaria dhe sa e madhe ishte. Kjo nuk është lloji i qëndrueshmërie që do të prisnin nëse hartografët thjesht po trillonin histori, por në vitet 1800 Tartaria filloi të largohej nga hartat. Jo gradualisht, jo, por papritmas, sikurse dikush vendosi që kjo perandori nuk duhet të ekzistonte më në letër. Pyetja është, si ndodhi kjo? Mendojeni. Në fillim, kishte qindra harta historike që dokumentonin këtë perandori gjatë 3 shekujve, dhe pastaj, asgjë. Atlasët modern nuk mbajnë asnjë gjurmë prej saj. Tekstet e gjeografisë nuk e përmendin kurrë. Është sikur një kapitull i tërë i historisë botërore ishte grizur nga librat. Por nëse Tartaria ishte thjesht një term i keq kuptuar për fise nomade të shpërndara, pse do të mundohej dikush ta fshinte kaq tërësisht? Dhe, më e rëndësishmja, çfarë ndodhi me të gjitha ato qytete të mëdha dhe territore që hartat qartazi tregonin? Përgjigja mund të jetë më shokuese nga sa mendoni. Rreth kohës kur kjo perandori po zhdukej nga hartat, diçka e jashtëzakonshme po ndodhte nëpër Amerikë dhe Europë. Papritmas, ndërtesa të mëdha filluan të shfaqeshin kudo, dhe po themi kudo. Struktura masive me gdhendur i gurësh të ndërlikuar dhe detaje arkitektonike që do të sfidonin inxhinierët modern. Ndërtesa qeveritare, stacione treni, salla ekspozitash dhe asnjë qendër të tërë të qytetit. Për më tepër, u ndërtuan me shpejtësi gjatë fund 1800-ve deri në fillim 1900-ve. Pyetja është, kush i dha inxhinierëve njohuri kaq të avancuara? Para se të përgjigjemi kësaj, ka një problem. Kronologjia nuk shtohet. Në vitin 1906 ndodhi një tërmet shkatrues në San Francisco, por para se dikush të mund të kuptonte çfarë po ndodhte, qyteti e rindërtoi veten me struktura mahnitse dhe e bën këtë në pak vite. Njohur efektet e një katastrofe kaq të madhe, duhet të duheshin vite për të rikuperuar nga pasojat, por disi ata gjetën burimet dhe artizanët e skabët për të ngritur ndërtesa që ende i habisin inxhinierët e sotëm. Si e arritën një arritje të tillë? A mund të jetë se morën ndihmë të jashtme nga tartarianët? Nëse jeni ende në dyshim, le të konsiderojmë ekspozitën botërore kolumbiane të Chicagos në vitin 1893. Në libra, rekordet thonë se kjo qytet i bardh, që shtrihet mbi 600 akra ndërtesash të ndërlikueshme neoklasike, u projektua dhe u ndërtua në vetëm 2 vjet. 2 vjet. A mund ta besoni? Këto janë ndërtesa të krijuara në mënyrë unike që normalisht do të duheshin artizanëve të aftë dekada për t'i përfunduar. Shpjegimi zyrtar,
Këto ishin struktura të përkohshme të ndërtuara me allçi dhe staf, një përzierje allçie, cimentoje dhe fibre. Por shikoni fotografitë. A duken këto ndërtesa të përkohshme për ju? Sigurisht që jo. Këto mbajnë shenjën e inxhinierëve të pajisur mirë. Por këtu bëhet vërtet e dyshimt. Menjëherë pasi ekspozita mbaroi, ndërtesat e pabesueshme u rrënuan. Çdo një prej tyre. Arsyeja e dhënë nga qeveria, ndërtesat ishin vetëm të destinuara të ishin të përkohshme. Por mendojeni, nëse investonit shuma të mëdha parash në ngritjen e një ndërtese, a do ta prishnit menjëherë? Nuk ka asnjë kuptim. Për shkak të këtij akti jo racional, teoricienit tartarian tronditën botën me pyetjen e madhe. Çka nëse ata po përpiqeshin të eliminonin dëshminë e fundit të perandorisë tartariane? Nëse pyesni për origjinën e një dyshimi të tillë, le të shohim propozimin e teoricienëve. Së pari, këto ndërtesa nuk u ndërtuan për panajret e ekspozitës siç na është bërë të besojmë. Jo, përkundrazi, ato ekzistonin tashmë. E çmendur apo jo? Çështja është, nga vitet 1500 deri në 1800, tartarianët lanë një shenjë. Meqense ishin një civilizim i avancuar, ndërtesat që ngritën treguan të njëjtën ekselencë. Teoricienët tartarian propozojnë se qeveria nuk ngriti kurrë ndonjë ndërtesë të përkohshme për panajër. Përkundrazi, ata rinovuan strukturat tartariane takshme ekzistuese, pastaj i shkatruan ato pas. Tani, le të shohin vetë stilin arkitekturor. Këto ndërtesa ndanin element projektimi jashtëzakonisht të ngjashëm, pavarësisht se ku ishin ndërtuar. Të njëjtat kolona klasike, të njëjtat kupola të zbukuruara, të njëjtat gurë të saktë. Pavarësisht se nëse shikoni një ndërtesë në Chicago, San Francisco ose Shën Petersburg, Rusi, të gjitha dukeshin të ngjashme. Si e shpjegoni atë nivel qëndrueshmërie në përkombe të ndryshme, ekipe të ndryshme ndërtimi dhe periudha të ndryshme, nëse nuk u ndërtuan nga njerëz të ndryshëm fare? Megjithatë, nuk do ta besoni kartën tjetër të luajtur nga teoricienët tartarian. Ata propozuan një ide mahnitse se dëshmia arkitekturore shkojnë edhe më thellë. Nëse kjo teori e mban, dëshmia arkitekturore shkon edhe më thellë se panajret botërore. Megjithatë, nuk do ta besoni kartën tjetër të luajtur nga teoricienët tartarian. Ata propozuan një ide mahnitse se dëshmia arkitekturore shkojnë edhe më thellë. Nëse kjo teori e mban, dëshmia arkitekturore shkon edhe më thellë se panajret botërore. Në maj të vitit 1920, abrezi Oregonit i zbuluan disa monumente të shtrira në 2 km2 nga toka. Limbret dhe historianët ishin të çuditur. Ata nuk dinin çdo të bënin me ato që quheshin monumentet Martini. Megjithatë, teoricienët tartarian kërkuan ndërhyrjen e ugjente të tyre. Ata ishin të shpejtë të shtregonin se këto monumente nuk ishin monumente që ningjeshin nga toka, por të saktë si kundërta, ishin bodrima të ndërtesave tartariane. Megjithatë, brenda kësaj teorie jemi të shtrënguar të habitemi. Nëse këto monumente ishin realisht bodrima, atëherë sa kilometra nën tokë ishin katet e poshtme. Edhe pse ndërtesat janë njohur si bodrima, ato ndërtohen me materiale të forta, duke treguar se janë të destinuara për të qëndruar mbi tokë. Bindësia në këtë teori vjen nga fakti se këto ndërtesa kanë dritare dhe dera, të cilat nuk janë nevojshme për një bodrim nën tokë. Disa persona madje kanë ndriçur ato me një kërhyrje ose shkallë, duke zbuluar katet e poshtme që janë nën tokë. Si mund të jenë këto bodrima nëse kanë një kolon plani të plot? Në Seattle, bloqet të tëra ndërtesash tregojnë katet e tyre origjinale të tokës të varrosura në nivelin modern të rrugës. Famëkuqja Seattle Underground nuk është thjesht një atraksion turistik i rastit, është dëshmi se qyteti dikur u ndërtua në një nivel krejtësisht të ndryshëm të tokës. Dhe çfarë mendoni? Nuk është vetëm në Seattle. Hyni në sistemin e metros së qytetit të New Yorkut, i cili tregon të njëjtën model. Her pas here, punëtorët e ndërtimit vazhdojnë të zbulojnë pundore kaq të saktë, shumë poshtë qytetit modern. Ndërkohë që qeveria i quan atraksione turistike dhe fiton para nga këto mrekulli arkitekturore, askush nuk lodhet të vënë në dyshim origjinën e tyre, dhe shumica e origjinave tregojnë mbrapsht drejt Grand Tartari.
Mbani mend tërmetin e San Franciscos për të cilin folëm më herët, është copa e dytë e dëshmisë. Pas tërmetit të vitit 1906, planet e rindërtimit u bën urdhri i ditës, por gjatë procesit të rindërtimit, punëtorët ndeshën me copa vërtet interesante. Në vend që të gjenin në rënoja pas katastrofës natyrore, ata gjetën veçori projektimi të paprekura, fasada të ndërlikueshme që ishin varroshur për dekada. Meqense kjo përkon me periudhën kur perandoria tartariane u zhduk, historianët pyesin a erdhën këto copa arkitekturore nga Grand Tartari. Sikundër, historianët kryesor ofrojnë një shpjegim më të thjeshtë për përmbytjen e madhe të Baltës. Emri tyre për të, zhvillimi urban. Ata argumentojnë se nivelet e rrugëve ngrihen natyrisht me kalimin e kohës, ndërsa ndërtimi i ri ngrihet mbi themele të vjetra. Rrugët shtrohen dhe rishtrohen duke ngritur nivelin e tokës. Ndërtesat rinovohen me hyrje të reja të ndërtuara në nivelin aktual të rrugës. Por a është vërtet kështu? Sigurisht, studiuesit tartarian argumentojnë se ky shpjegim nuk llogarit plotësisht vëzhgimet e tyre, sidomos meqense nuk po flasim për disa centimetra apo edhe disa këmbë ndryshim gradual. Katet të tëra duket se janë varrosur në nivelin modern të tokës. Çfarë mund të ketë shkaktuar këtë, nëse jo përmbytja e madhe e Baltës? Dhe të mos harrojmë, koha e dyshimt. Pse ky fenomen do të shfaqej kaq vazhdimisht nëpër glob gjatë të njëjtës periudhë historike, kur Tartaria po zhdukej nga hartat? Pse arkitektura e varrosur do të tregonte ngjashmëri kaq të jashtëzakonshme në stil dhe sofistikim? Hipoteza e përmbytjes së Baltës sugjeron se kjo nuk ishte zhvillim urban gradual fare, ishte varrosja e dëshmisë, dëshmi e një qytetërimi që dikush e dëshironte me desperacion të fshehur nën tokë. Teoria bëhet edhe më guximshme. Ajo propozon se panajrat botërore të fund 1800-ave dhe fillim 1900-ave nuk ishin thjesht festime normale. Sipas teoricienëve tartarian, ato ishin mbulime. Mendojeni, si e fshihni një qytetërim të tërë të humbur? Si shpjegoni ndërtesa madhështore që i paraprin kronologjisë zyrtare? Thjesht, pretendoni se i ndërtuat vetë, tregojeni botës dhe pastaj shkatroni dëshminë. Kronologjia vetë është flamuri i madh. Në vitin 1893, panajri botëror i Chicagos mbuloi 600 akra me mbi 200 ndërtesa, përfshirë struktura madhështore si ndërtesa e prodhimeve dhe arteve liberale. Në atë kohë, kjo ishte ndërtesa më e madhe në botë. Regjistrat inxhinierike thonë se ky kompleks i tëri u projektua dhe u ndërtua në vetëm 24 muaj. Por edhe inxhinierët e ditëve të sotme e gjejnë këtë kronologji kaq të shpejt pothuajse të pamundur. Pere se të bini dakord, le të shpërbojmë çfarë do kërkonte kjo. Ndërtesa e prodhimeve vetëm mbuloi 44 akra në një çati të vetme. Holla qendrore e saj mund të kishte akomoduar Kapitolin e Shteteve të Bashkuara, Piramiden e Madhe të Gizës, Katedralen e Winchesterit, Madison Square Garden dhe Katedralen e Shën Pavlit, të gjitha në të njëjtën kohë, me hapësirë rezervë. A mund ta imagjinoni atë? Ndërtesa kishte punë hekurit të ndërlikueshëm, fasada komplekse qelqi dhe detaje strukturore që do të linin ekipet moderne të ndërtimit të mahnitura, dhe supozohemi të besojmë se kjo u arrite gjitha në më pak se 2 vjet, duke përdorur teknologjinë e viteve 1890 dhe nga punëtorë që nuk kishin tentuar kurrë asgjë remotely të ngjashme më parë. A nuk ju bën edhe juve të pyesni? Ekspozita ndërkombëtare Panama paqësore e vitit 1915 në San Francisco paraqet një kronologji edhe më të pamundur. Vetëm 9 vjet pasi tërmeti shkatrues i vitit 1906 kishte reduktuar shumicën e qytetit në rënoja, San Francisco, sipas raporteve, ndërtoi një fushë panairi të ndërlikueshëm. Kjo fushë panairi kishte pallatin e arteve të bukura të madhërisëm dhe 10 mrekulli të tjera inxhinierike. Historia zyrtare na tregon se këto struktura u ndërtuan posaçërisht për ekspozitën, duke përdorur materiale të përkohshme. Por shikoni fotografitë me kujdes. A duket kjo si arkitekturë e përkohshme për ju? Nuk duket. Por këtu harruan të fshinin gjurmët e tyre. Pavarësisht shkallës dhe natyrës supozuar të përkohshme të këtyre strukturave, pak fotografi të detajuara ndërtimi ekzistojnë. Kemi shumë imazhe të ndërtesave të përfunduara dhe rënimit të tyre, por dokumentim jashtëzakonisht i pakët i procesit aktual të ndërtimit. Pse është kështu? Nëse jo sepse nuk kishte asnjë ndërtim për të dokumentuar? Nëse kjo ju ndaloi në rrugën tuaj, kjo ekselencë tjetër tartariane do t'ju habis. A i dini kështjellat me yje?
Ato janë struktura geometrike unike, me forma këndore të sakta që shfaqen në shumë vende në botë. Europë, Amerikë e Veriut dhe Azi, i emërtoni ju. Studiuesit e Tartarisë tregojnë drejt kështjellave me yje misterioze të gjetura nëpër glob. Ata sugjerojnë se origjina është Grand Tartari. Mos merrni frymë të thellë ende. Ndërkohë që historianët kundër i klasifikojnë ato si fortifikime ushtarake të projektuara për të rezistuar zjarrin e topave, ana tjetër thot ndryshe. Një shikim të preciziteti i tyre geometrik dhe do të vini re se nuk përshtatet me shpjegimin ushtarak. Strukturat e kështjellave me yje ndjekin parime matematikore që duken më të përshtatshme për manipulimin e energjisë se sa mbrojtjen. Këndet, proporcionet, pozicionimi. Gjithçka rreth kështjellave me yje flet se ato u projektuan sipas parimeve të rezonancës dhe manipulimit të fushës elektromagnetike. Ato nuk u ndërtuan për të mbajtur jashtë ushtrit, ato u ndërtuan për të kanalizuar dhe fokusuar energji. Furnizoi qytete të tëra pa djegur lëndjegëse fosile, të lëviz bloqe masive guri duke përdorur frekuenca zëri, dhe madje të transmetoj energji dhe informacion nëpër distanca të mëdha pa asnjë infrastrukturë fizike. Ndihet si një lojë realiteti virtual, apo jo? Kjo shpjegon se si tartarianët mund të ndërtonin ndërtesa kaq masive, kaq shpejt dhe me saktësi të tillë. Shpjegon gjithashtu qëndrueshmërinë e pamohueshme të stileve të ndërtimit nëpër kontinente të ndryshme. Dhe mund të shpjegoj pse ky qytetërim duhej të fshihej nga historia. Sepse nëse teknologjia e energjisë së lirë ekzistonte, nëse ishte vërtet e mundur të furnizohej bota pa naftë, qymyr ose lëndë djegëse bërthamore, ajo njohuri do të kërcënonte të gjithë themelin e sistemit ekonomik modern. Dhe asnjë qeveri nuk do ta kishte pëlqyer atë ide. Dhe nëse tartarianët zotëronin teknologji kaq të avancuar, çfarë i ndodhi asaj? Dhe pse nuk shohim asnjë dëshmi të këtyre sistemeve energjetike në funksionim sot? Përgjigja mund të jetë më shqetësuese se teoria vetë. Por para se të shkojmë atje, ja ku misteri tartarian merr kthesën e tij më të pabesueshme. Nëse ky qytetërim i avancuar ekzistonte dhe ndërtoi këto struktura masive duke përdorur teknologjinë e energjisë së lirë, ka një pyetje urgjente që duhet të bëjmë. Si dukeshin vetë tartarianët? Përgjigja është njëkohësisht e thjeshtë dhe shokuese. Ata ishin gjigant. Ecni nëpër çdo ndërtesë të madhe të ndërtuar gjatë epokës tartariane, dhe do vini re menjëherë diçka të çuditshme rreth proporcioneve. Dyer që ngrihen 12, 15 dhe madje 20 këmbë lart. Shkallë me hapa kaq të mëdha sa njerëzit me madhësi normale duhet të zgjaten për t'i ngjitur rehatshëm. Tavanit që janë 3 herë më të larta se ato që shohim sot. Kush do t'i përdorte dizenje kaq të larta nëse jo gjigandët? Historianët kryesor përpiqen ta shpjegojnë këtë si madhështi për hir të madhështisë. Kjo është ideja se arkitektët thjesht dëshironin të krijonin hapësira mbreslënse që do t'i mahnisnin vizitorët. Por teoricienët tartarian propozojnë një shpjegim të ndryshëm. Këto ndërtesa nuk u projektuan për të impresionuar njerëzit me madhësi normale. Ato u projektuan për banor që ishin dukshëm më të gjatë. Merrni parasysh mobiljet e përfaqësuara në fund viteve 1800. Karrige me ulse të pozicionuara jashtëzakonisht lart nga toka. Tryeza që duken të mbimdha edhe sipas standardeve të ambienteve të tyre të mëdha. Shtretër që duken masiv, madje edhe sipas standardeve të akomodimeve luksoze. Ka më shumë dëshmi që tregon drejt një race gjigante. Llogaritjet historike flasin vetë. Gjatë viteve 1800 dhe fillim viteve 1900-ve, gazetat nëpër çdo Amerikë raportonin rregullisht zbulime të skeleteve gjigande. Jo vetëm 1 apo 2 incidente të izoluara, por 10 gjetje të dokumentuara. Rekordet e Institutit Smithsonian nga kjo periudhë përmendin blerje të shumta të mbetjeve njerëzore jashtëzakonisht të mëdha, që gjendura gjatë projekteve ndërtimi, operacioneve minore dhe projekteve arkeologjike. Skelete me gjatësi 7, 8 dhe madje 9 këmbë, me strukturë kockash që sugjeronin se i përkisnin një race të veçantë njerëzish. Por ja ku bëhet e dyshimte. Nëse përpiqeni të gjeni ndonjërin nga këto skelete gjigande në koleksionet e muzeut sot, do të humbisni kohën tuaj. Të gjitha janë zhdukur.
Sipas teoricienëve tartarian, Smithsonian dhe institucione të tjera i hoqën sistematikisht këto mbetje nga shikimi publik, duke i shkatruar apo duke i ruajtur në koleksione private, ku studiuesit nuk mund t'i aksesojnë. Pyetja e madhe është, pse? Ne gjithashtu nuk kemi përgjigje. Çështja është, teoria e mbulimit shtrihet përtej fshehjes së kockave. Disa studiues pretendojnë se fotografitë historike nga fundi i viteve 1800 u redaktuan qëllimisht që ta bën njerëzit të dukeshin me madhësi normale për t'u përshtatur me ndërtesat rreth tyre. Bëhet edhe më interesante. Memoria kulturore ngre një copë dëshmie. Pothuajse çdo qytetërim i lashtë ka legjenda gjigandësh, qenie që ishin më të mëdhenj dhe më të fuqishëm se njerëzit e zakonshëm. Mitologjia greke flet për titanët, Bibla përmend nefilimët, legjendat norrene përshkruajnë luftëtar të mëdhenj. Fiset vendase amerikane nëpër kontinent kanë tregime të racave gjigande që dikur banonin tokat e tyre. Çka nëse këto nuk ishin thjesht mite dhe legjenda? Çka nëse ishin kujtesa kulturore të takimeve reale me një racë njerëzish gjigant? Vet tartarianët. Kjo do të shpjegonte shkallën e madhe të arkitekturës tartariane, do të shpjegonte pse këto ndërtesa duken të projektuara për banor shumë më të mëdhenj se ne vetë, dhe do të siguronte një arsye tjetër pse dëshmia e këtij qytetërimi duhet të fshihej sistematikisht nga historia. Pranimi i ekzistencës së një race gjigandësh do të sfidonte në mënyrë themelore kuptimin tonë të evolucionit dhe zhvillimit njerëzor. Do të ngrinte pyetje të pakëndshme rreth asaj që u ndodhi këtyre qenieve dhe pse njerëzit modern trashëguan botën e tyre. Gjithçka që dini rreth mënyrës se si keni ardhur të jeni do të dukej papritmas e reme. Por shpejt, një pyetje tjetër u ngrit në sipërfaqe. Nëse tartarianët ishin vërtet gjigant me teknologji të avancuar, si u zhdukën kaq plotësisht? Dhe kush kishte fuqinë për të fshirë të gjitha dëshmitë e ekzistencës së tyre nga rekordi historik? Përgjigjja na çon drejt aspektit më të errët të konspiracionit tartarian, zhdukja e tyre. Ajo për çfarë po flasim nuk është thjesht zhdukja e një qytetërimi. Sipas teoricienëve të Tartarisë, po shohim dëshmi të mbulimit historik më masiv në historinë njerëzore. Në mënyrë të mundshme, një përpjekje e qëllimshme, koordinuar për të rishkruar krejt kuptimin tonë të së kaluarës. E quajnë rivendosja e madhe. Kjo nuk është teoria e fundit ekonomike, por një proces shumë më i vjetër dhe më djallëzor i fshirjes të vërtetave të papërshtatshme nga rekordi historik. Merrni parasysh kohën e ngjarjeve të mëdha katastrofike në vitet 1800 dhe fillim 1900-ve. Zjarri i madh i Chicagos, i vitit 1871. Tërmeti i San Franciscos, i vitit 1906. Lufta e parë botërore, nga viti 1914 deri në 1918. Pandemia e gripit spanjoll. Lufta e dytë botërore. Historianët kryesorë shohin këto si tragjedi të palidhura, katastrofa natyrore, konflikte dhe sëmundje që formsuan botën moderne. Por teoricienët tartarian propozojnë diçka shumë më shqetësuese. Këto nuk ishin ngjarje të rastësit. Ato ishin sulme të koordinuara për të shkatruar dëshmi të civilizimit tartarian. Prisni, çfarë? Po. Ata sugjerojnë se zjarri i madh i Chicagos është veçanërisht i dyshimt. Rekordet oficiale pretendojnë se filloi kur lopa e zonjës O'Leary goditi një llampë në stallën e saj. Por shqyrtoni modelin e shkatrimit dhe do të vini re diçka të çuditshme. Zjarri kishte si shënjestër veçanërisht ndërtesat më të ndritshme dhe arkitektonikisht të rëndësishme në qytet, lënë strukturat më të thjeshta kryesisht të paprekura. Nëse kjo është e vërtet, atëherë mbulimi mund të jetë edhe më i gjerë se sa edhe teoricienët tartariane kuptojnë. Tartaria mund të mos jetë civilizimi i vetëm i avancuar që është fshirë nga historia jonë. Megjithatë, dëshmia më përbindëse vjen nga fotografitë historike. Shqyrtoni fotografitë të qyteteve të mëdha të nxjerra në fund viteve 1800 dhe do të vini re diçka të thellësisht të shqetësuesme. Rrugët janë bosh. Nuk po flasim për trafik të lehtë këmbësor apo lagje të qeta. Shikoni zonat kryesore metropolitane, New York, Londër, Paris, Berlin, që duken praktikisht të braktisura. Bulevardet të gjëra shtrihen për blloqe pas një person të dukshëm. Sheshe të mëdha publike qëndrojnë plotësisht vakante. Qendra të tëra qytetesh duken si sete filmash të ndërlikuar që presin të mbërrijnë aktorët. Kjo është e dyshimt. Shpjegimi konvencional për këtë përfshin teknologjinë fotografike.
Kamerat e hershme kërkonin kohë të gjatë ekspozimi dhe njerëzit në lëvizje thjesht nuk regjistroheshin në imazhin final. Por ky shpjegim fillon të shpërbëhet kur merrni parasysh shkallën e asaj që po shohim. Këto nuk janë thjesht rrugë me më pak njerëz nga sa pritej. Këto janë fotografi të qendrave urbane masive që duket se janë braktisur plotësisht. Ku janë karrocat? Ku janë shitësit ambulant? Ku janë shenjat bazike të jetës urbane që do t'i prisnit në çdo qytet funksional? Rrugët bosh në fotografitë historike mund të shpjegohen me të vërtet nga kohët e gjata të ekspozimit, të kombinuara me faktin se qendrat urbane të shekullit të 19 ishin vërtet më pak të ngarkuara se qytetet moderne. Por pranimi këtyre shpjegimeve konvencionale nuk do të thotë se duhet të hedhim poshtë çdo aspekt të misterit tartarian. Kështu, sërish të pyesim, çfarë ndodhi me Grand Tartari? Na tregoni çfarë mendoni në komente dhe mos harroni të jepni like dhe të abonoheni që të mos humbni kurrë një ngarkesë të re. Nëse kjo histori ju intrigoi, prisni derisa të dëgjoni për mu, qytetërimin nën, që thuhet se është edhe më i vjetër se Tartaria. Trokitni videon në ekran dhe zhyteni më thellë, mbajini mendjet të hapura dhe derisa të takohemi sërish.